Vazhdojmë me pjesën e dytë nga Astra. Shkojmë tash me editimin tek pjesa e global. Tek pjesa globale kena opsionet që me editu website-i globalisht, që në kupton që nëse ndryshim një font, ndryshohet gjithë fonti në website. Për shembull, dëshirojmë ta ndryshojmë tash fontin në të gjithë website-it, edhe zgjedhim këtë, për shembull Lato, ose këtë fontin Roboto, ose këtë për shembull Rubik. Montserrat, për shembull, një prej fontave që unë e pëlqej më shumë është kjo për shembull Montserrat. Edhe ty ke detaje tjera që ne mund t'i zgjedhim sa i përket fontit ose tipografisë. Pastaj kena pjesën e colors, domethënë me ndryshu ngjyrat për komplet website-in tonë. Mund të zgjedhim për shembull këtë, për shembull dëshirojmë ta zgjedhim me këtë stil, këtë portokalltën, këtë tjetrën, për shembull do e zgjedhim tash këtë, që është dark. Edhe këtu për shembull i ke opsionin tash me i zgjedh edhe se si do duken për shembull ngjyra e linkave, ngjyra e aksentit, borderat dhe gjëra tjera. Edhe site backgroundi, që mund të ndryshim komplet website backgroundi. Për shembull e bëjmë ngjyrën e kaltër. Ja pra. Mirë po ne lejmë bardh, e kështu me radhë. Pastaj kena pjesën e kontajner. Kontajneri janë domethënë pjesa e layoutit. Ne për shembull layoutin e kena këtu 1200, mund ta bëjmë për shembull layoutin 1400 ta zgjerojmë. Derisa ta marr, ja pra. Mirë po ne e kthejmë e bëjmë unboxed. Edhe jap. Mirë po ne zakonisht e kthejmë boxet, të trija ashtu siç ishte, dhe e bëjmë të 1200. Edhe të shkund layoutin mund ta zgjedhim për shembull normal, narrow, shumë të ngushtë. Zakonisht kjo domethënë përdoret më shumë për blogjet. Mirë po ne e lejmë normal siç është. Pastaj kthehena mbrapa, shkojmë tek butonat, të zgjedhim se si do duken butonat, ja pra kjo është butonat. Edhe për shembull i kena preset, kështu domethënë duken, ose kështu, ose kështu, e kështu me radhë. Edhe këtu mund t'i zgjedhim për shembull duken butonat rreth, teksti për shembull duket i bardhë, backgroundi të jetë i kaltërt. Edhe kena opsione të tjera këtu, për shembull çfarë mund të zgjedhim. Edhe i bëjmë publish. Edhe këtu për shembull mund t'japim një refresh. Edhe ja tash domethënë janë marrë ndryshimet. Butona që bëhet domethënë rreth, ashtu siç i zgjodhem. Edhe ngjyra e këtyre është ndryshuar ashtu siç e ndryshuam edhe ne. Kthehena mbrapa, shkojmë mbrapa, edhe një herë, shkojmë tek headeri, të kena opsionin tash me ndru headerin lart, që e ndruam edhe tek bloksi thimi, është i njëjti dizajn këtu. Për shembull mund ta fshijmë logon, mund tash gabimisht e fshiva, ta kthejmë mbrapa, për ta shtu logon, edhe një herë, e kena opsionin këtu domethënë me shtu and header types, jo, domethënë duhet këtu header preset, primary menu, design. Japim një refresh.
Shkojmë përsëri tek header. Edhe këtu e kena design nëse kena mundësi ta zgjedhim një header tjetër. Jo, ok, atë se lejmë këto si shësh kështu. Tu e kena pjesën e menus. Kjo është për momentin. Kena mundësi që ta bëjmë më të madhe, më të vogël. Kena pjesën e secondary menu, kjo është kjo këtu. Edhe këtu e kena mundësi të lëvizëm. Pastaj kena kartë, është kjo këtu lart. I zgjedhim ikonën e kartës. Edhe kena akaunti, që është ikona këtu që jam unë. Edhe këtu e kena akauntin tonë personal. Kthena mbrapa, shkojmë tek post types. I kena për shembull ato postimet. Për shembull, nëse shkojmë tek postimet, ku mund t'i gjej unë tash postimet, nëse ka këtu postime. Nëse janë hup dikun tu, kontakt, about. Për momentin asë kjo nuk ka postime, si theme, mi për kjo është me e zjedh layoutin e postimeve, kur është në single post. Shumë tek general, shumë tek broadcast, që e cekëm por në kalume, sidebar, edhe këta e cekëm, scroll to top, është ai butoni tu anën e gjatë që nëse e bëjmë enable, do na shfaqet ai butoni, e që me bë scroll to top, që më shku lartë me shpejtësi. Ja, pra ku shfaq këtu, kena mundësin të zgjedhim left, ja ku është left, ne bëjmë disable, kthena mbrapa, accessibility, e kena mundësin dhe më thënë me bo global highlight, me vizën, ose me 3 pika, që në dëshirim të zgjedhim ne, e lejmë me vizë, block editori, këto e skena punktu, edhe këtu dhe më thënë skena pun, shumë tek futeri është kjo në fund, pra pavijen e ka në gjyrë të bardhë, mirë po ne do janë ndryshim, për shembull dizajnin e futerit, background, image-in, e bëjmë në gjyrë, edhe pse kjo nuk e kapi këtë, kjo do duhet të ndryshohet e global colors, edhe këtu dhe më thënë janë ndryshu kolorin, kësaj, edhe me e këthi si shishte, me dizajnin para prak, dhe s'japim refresh. Ta shkrim të kë futeri, shkrim tash të kena pamjen e parë të futerit, për shembull dhe zgjedhim këtë, dizajnin, backgroundin dhe themi të jetë e kaltërt, background i kaltërt, edhe dhe kjo tjetra, dizajnin, background i kaltërt, kjo nuk është duke i marrë për momentin, widgets i 4, shkrim edhe njerë të global colors, shkrim e zjedhim të portokalltën, edhe ja ku ndryshu, shkrim të futeri, shkrim të shqita ndryshi këto fotografin, shkrim të widgets 1, edhe këto e kena emailin, edhe për shembull dëshirim ta ndryshim ta një pjesë, për shembull çfarë ka të kjo këtu,
E shikojmë të çfarë ka, në janë këta, tjetër çfarë mund ndryshojmë, tek social, i kena këtu, e mund t'i bëjmë për shembull me dizajn të ndryshëm, ikon kolorin për shembull dhe bëjmë portokall. Background color të zezë, sepse nuk shfaqet në rrjetet sociale, ose lejmë oficial. Okay. Edhe këtu kena këta për të bës sign up, formën e gashëm. Dalim për këtu, shumë të WooCommerce, kjo se përket WooCommerce, produkteve, dhe me thënë është të general, si të duken produktet, të produkt katalog, është kjo këtu, si do jetë kontenti, si do jetë të rënditura këto, shop cart design, dhe kena këtë designin këtu, dhe kena këtë designin këtu, pastaj tek checkouti, shumë nëse him brenda, tek produkti, dhe kena pastaj pjesën e checkoutit, kena produkt images, se si të duken imaget, çfarë madhësi e kanë edhe çfarë dimensionësh, edhe kena këtë store notice, shumë nëse dëshirojmë të ta bëjmë enable, edhe unë e shkruaj këtu lart, për shembull të rrihet kjo lart këtu si diçka shumë e rëndësishme, edhe e shkruaj për shembull këtu për çdo blerje deri në 5 produkte do keni një 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 dhurat falës. Edhe ja dhe më thënë ku është këtu ky shkrimi, për shembull kollori mund t'ja bëjmë të kuqe që të bjerë rëndësi, edhe ja lejmë lart. Edhe nëse bëjmë publish, edhe kjo del si një vëmendje, si një lajm promocional ose diçka e rëndësishme, si një lajmërim. Nëse ka ndonjë ofertë ose diçka e bën këtë, pasi ka në ofertë, thjesht e bën këtë disable, tu e lën. Pastaj kena site identity, më thëmë vendos emrin e website, të kena zgjedh, pjesa e menus, widgets, homepage settings është në rregull, additional CSS, është do më thëmë shtu custom CSS direkt në website. Kjo është do më thëmë sa i përket tash ishtë sa i përket editimit të website-it, të thimit, direkt nga WordPress-i, e tash për shembull e kena opsion që ta editojmë website-in me Elementor. Tash me i edhe me i fut duart brenda, si mund ta bëjmë këtë, shkojmë tek pages, shkojmë tek homepage-i edhe e bëjmë edit with Elementor. Okej, edhe tash mund bëjmë editime direkt në website, e klikojmë këto edhe e shkruajmë për shembull mirë se
vini në dyqanin ton online. Edhe këtë keni 25% për çdo produkt të ri. Edhe mund shoni çfarë doni tjera dhe gjëra tjera. Mirë po këto të imësim ma shumë ku dhe e marim edhe modulin e elementarit direkt. Mirë po kjo është domethënë mënyra se si mund të manipuloni ose të bëni editime me templatet të gatshëm. Kështu që edhe po pas në klient ose në familjar që dëshironi të bëni dyqan online, thjesht vjen e merr këtë templatin e gatshëm prej tek Astra, edhe tash fillon ti edhe e editon në bazë kërkesave të klientit. Kështu që është free, mund ta përdorni për çdo gjë. Tash si mund të ndryshojmë produktet, për shembull mund të ndryshojmë këtë produktin, t'ia ndryshoj emrin, e kena opsionin tash tek produktet. Shkrim mbrapa, shkrim tek dashboardi, e kena opsionin products, këtu. Edhe tu na shfatin të gjitha produktet që i kemi në stok, në vendin ku janë të regjistruar me produktet. Edhe tash dëshirojmë për shembull ta ndryshojmë emrin e produktit këtu. DNK Yellow Shoes. Edhe është kjo këtu. DNK ta gjejmë Yellow Shoes, ja pra, edhe kena këto opsionin edit. Edhe për shembull unë e bëj këtu, domethënë një emër ja ndryshoj dhe e bëj patika të verdha. Edhe pastaj këtu i ndryshoj për shembull regular price, ka qenë për shembull 150, po unë e bëj për shembull ka qenë prej 500 euro, kanë ra për shembull 350. E kena pjesën e përshkrimit, këtu mund të shtojmë edhe përshkrim tjetër. Për shembull mund të shtojmë edhe fjalë tjera ende. Këtu kena anën e gjatë, mund ta vendosim kategori fotografinë. Këtu kena nëse ka më shumë fotografi, i zgjedhim këtu, për shembull mund të vendosim 5-6 foto nëse ka 5-6 lloje të këtyre patikave, për shembull të pestat. Edhe këtu e kena për shembull kategorinë, product tags nëse ka për shembull kështu hashtag, edhe atribute nëse ka brandi, ky brandi është, për shembull këtu i themi se është brandit Nike, add the new brand, edhe është brandit Nike, edhe bëjmë update. Tash nëse japim refresh, ky produkt domethënë do ndryshon me emrin edhe me çmimin. Ja pra domethënë ku ndryshoj, ku bëu patikat e verdha, çmimi prej 500-258. Edhe ja ku shtu edhe përshkrimi që ndryshu, edhe tu dash domethënë dal brandit Nike që është ne bashkërisht. Kjo domethënë është mënyra se si mund t'i ndryshoni produktet direkt nga WordPress-i. Ky është sa i përket Astra thimit. Domethënë një theme gjigande që ka me qindra template free, po njëkohësisht edhe me pagesë, edhe që është shumë e mirë në editim edhe në mënyrën se si mund t'i ndërtosh një klient një webfaqe profesional e kështu me radhë. Prandaj ja sugjeroj shumë, edhe pse unë normal jam tregu që jam fans i blogsit, mirë po ja kisha sugjeruar më të madhe përdorimin e Astra thimit, sepse është një thim që zakonisht rrin update, edhe ka një ekip mbrapa që e kanë edhe suportin shumë të shpejtë.